Përshëndetje miq. Më bëhet shpesh pyetja nga njerëzit se si mund të jemi ne në gjendje të mbështesim këto familjet që kanë njerëz me vështirësi ose me shëndetin, pra po hasin shumë vështirësi. Disa nga mënyrat që ju mund ta mbështesni këtë familje është duke ju gjendur pranë personave që janë duke u kujdesur. Pra kujdestarët. Ose siç e dëgjojmë shpesh në ditët e sotme fjalën e huaj caregiver. Nëse kujdestarët e këtij personi ndihen të mbështetur, të mirë kuptuar, atëherë kuptohet që dhe reflektimi është më pozitiv. Mendoni pak kur jeni vetë stresuar, si ndiheni ju nëse dikush ju bezdis apo ju ngacmon apo ju krijon një situatë shumë me energji jo të mirë, dhe si do ndiheni ju pasaj për të përkushtuar diçka që kërkon vëmendje, përkushtim, përkujdesje. Për shembull, fëmijët që kujdesen. Kjo është më e vështira. Më e vështira sepse mendoje e ke humbur prindin, një nga prindrit e tu, apo të dy së bashku, se varet si është situata, por fizikisht e ke aty. Fizikisht e përqafon, ja ndjen aromën, kujdesesh, shikon buzëqeshin, shikon gjithashtu edhe vështirësitë. Shikon se si njeriu shndërrohet dhe nuk të njeh. Kështu që kjo është një ngarkesë dhe një goditje shumë e fortë për fëmijën që kujdeset për të. Një mënyrë e mirë është ti përkushtoni pak kohë. Një telefonat, një kafe, një fjalë ngrohtë, një mesazh, për diçka që ta bëni të ndiheni që jeni aty pranë. E kuptoj, jeta është e ngarkuar, të gjithë kemi vështirësi të shumta, por kur mami u diagnostifikua me këtë sëmundje, nuk ishte puna e ditës kur u diagnostifikua, se sa kur ne filluam të ndryshonim rutinën e jetës sonë të përditshme, që na duhet tashmë të ndërtonim një sistem tjetër jetese, në punë, në jetë, në familje, kudo. Ne duhet ta ndërtonim nga e para çdo gjë. Një rifillim i ri, por që ishte shumë sfidues. Me shumë pak informacion, me shumë pak mbështetje. Dhe në ato momente kisha shumë nevojë, dëshirë që pjesëtarët e familjes dikush të më thoshte, shiko tani, ti po kalon këtë vështirësi, ajo hyri në këtë rrugtim. Unë nuk mund të bëhem nëna jote, por unë do jem aty pranë gjithmonë, për të dëgjuar, për të këshilluar atë që bën nëna. Dhe pas kaq vitesh e kam dëgjuar nga një mikesh shumë e dashur e mamit, dhe më ka bërë të emocionohem. Më uroj që ajo kur të dëgjoj këtë regjistrim, dua t'i them pafund, jam shumë falendëruese, edhe pse tashmë unë e humba mamin, jam tepër e lënduar nga gjithçka që ka ndodhur me jetën, jo me sëmundjen e saj më shumë se sa me se si shoqëria u soll rreth meje. Kur them shoqëria, njerëzit rreth, përfshirë familja, njerëzit, puna, gjithë. Ndoshta fjala është gënjyrë, nuk e dia e përmbledh, po shumë e lënduar. Dhe kur ajo tha që kam dëshirë të ftoj për të dalë së bashku për të biseduar gjatë, dua që ti të ndjesh sikur ke nënën pranë, pra të bisedosh një fundjavë me mua, tha, sikur do bisedoje me nënën tënde, ashtu siç ju e bëni. Besoj të gjitha ju vajza apo gra, nëna që jeni duke më dëgjuar. Sa herë merrni telefonin dhe e pyesni mamin, si ta bëj këtë gatimin, si e bleva këtë robën, po fëmia im bëri këtë, po te puna më ndodhi kjo. Nuk e kuptoni se sa me fat jeni. Gjithë këto vite unë nuk kam mundur dot ta bëj.
Dhe është më shumë se një dekadë. Nuk është një ditë, nuk është një muaj. Prandaj, nëse vërtet keni dëshirë të ndihmoni, ashtu siç më keni pyetur, gjendjuni afër këtyre personave. Një mesazh. Dërgojeni tani, një telefonat. Bëheni tani.